Me 61 vota për, asnjë kundër ose abstenim, Kuvendi miratoi ligjin për shkollën e mesme policore. Shkolla e mesme policore do të fillojë të funksionojë nga 13 maj vitit 2026 brenda qendrës aktuale për trajnim në Idrizov, sipas ligjit të ri për punët e brendshme. Ajo do të funksionojë sipas planeve dhe programeve mësimore të miratuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Shkolla do të zgjasë 2 vite mësimore, që korespondojnë me vitin e 3 dhe të 4 të shkollës së mesme, duke mësuar çdo kandidati që pas 2 viteve të para të shkollës së mesme të aplikojë dhe të vazhdojë arsimimin në shkollën e mesme policore, nëse plotëson kushtet e parashikuara. Gjenerata e fundit e shkollës së mesme policore ka mbaruar në vitin 2000 dhe me miratimin e këtij ligji do të fillojë gjenerata e 25 të nxënësve. Në shkollën e mesme policore mund të regjistrohen nxënës të rregull që kanë përfunduar vitin e 2 të shkollës së mesme në shkollat e vendit. Sipas ligjit, ata duhet të jenë shtetës të Maqedonisë së Veriut, të mos jenë mbi 18 vjeç në ditën e publikimit të thirrjes për pranimin e nxënësve, të flasin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, të jenë të shëndetshëm dhe psikofizikisht të aftë dhe do të nënshtrohen verifikimit të sigurisë për të konstatuar mungesën e rrezikut për sigurinë. Për regjistrimin e nxënësve kërkohet pëlqim me shkrim i prindit, kujdestarit ose përfaqësuesit ligjor.